Po, ka më shumë se një vit që qeveria tashmë është e përgjegjshme që duhet të ndryhej për një reformë në fushën e sigurimeve shoqërore për të patur një rritje të masës së pensionit dhe kuptohet një pension dinjitos. Duke patur parasysh pikërisht edhe treguesit ekonomik të viteve të fundit, Këshillimi i Ministrave ka miratuar tashmë edhe planin strategjik për moshën e tretë ose për pensionistët në fushën e sigurimeve shoqërore në përgjithësi, jo vetëm për pensionistët, por në përgjithësi për gjithë skemën e sigurimeve shoqërore. Për sa i përket, nëse do ta nisim nga fundi për moshën e pensionit, nuk mendoj që do ketë rritje të moshës së pensionit, por do të përshpejtohet rritja e moshës së pensionit. Nëse sot kemi një rritje të moshës së pensionit për gruas për 2 muaj për çdo vit deri në vitin 2056, tashmë është kërkuar dhe nga institucionet ndërkombëtare që të përshpejtohet rritja e moshës për pensionin për gruan, jo tashmë 2 muaj çdo vit, por më shumë se sa 2 muaj, po dhe për burrat, moshë e cila fillon të rritet se sot është 65 vjeç, në vitin 2025 dhe duke filluar nga viti 2029 do filloj të rritet 1 muaj në vit derisa të shkojë në 67 vjeç si për burrin dhe për gruan që barazohen mosha e burrit dhe gruas në moshën 67 vjeç dhe është kërkuar që të rritet pikërisht diferenca e të kaluarit në moshën 67 vjeç për burrin dhe për gruan. Të përshpejtohet me fjalë rritja e moshës për pension. Kjo për shkak edhe për të disa treguesve ekonomikë, siç janë po them raporti i ulët që ne sot kemi midis kontribuesve dhe përfituesve. Nëse për vitin 2024 kemi një koeficient 1.17/1, që do të thotë 1.17 kontribuojnë dhe 1 përfitojnë, duke patur parasysh dhe rritjen e ndjeshme të numrit të pensionistëve dhe pritja gjatë vitit 2025-2026 dhe më pas që të kemi një rritje të numrit të pensionistëve edhe për shkak në fakt të ligjit numër 7 të vitit 2025 për njohjen e evidencësisë në punën në ish ndërmarrje shtetërore, në ish institucione, në ish kooperativa bujqësore dhe ish ndërmarrje bujqësore tashmë dhe pensionet e refuzuara për shkak se nuk plotësonin 15 vjet vjetësi në punë, duke zbatuar ligjin 7 të vitit 2025, duke njohur vitet e evidencësisë në punë, në ish ndërmarrje shtetërore, ish kooperativa bujqësore apo ish ndërmarrje bujqësore, do të kemi një plotësim të moshës të evidencësisë në punë për pensionet që tashmë kanë qenë të refuzuara nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe kjo do të bëjë të mundur dhe rritjen e personave që do të përfitojnë në pension, por ndërkohësisht e rritjen e evidencësisë në punë dhe për ata që kishin plotësuar kushtin ligjor për të përfituar një pension, po them 15 vjet vjetësie në punë. Gjithashtu ligji 7 për njohjen e evidencësisë në punë, duke patur parasysh që do të kemi një pagë referuese mesatare, po them ndashme nuk do të kemi pagë referuese bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 561 të vitit 2005, që ndan pagat referuese sipas pozitorit të punës, po do kemi për gjithë personat e siguruar që dalin rishtas në pension, po them që plotësojnë kriterin ligjor të moshës për pension pas 13 marsit të vitit 2025, po dhe ata që nuk janë caktuar, pavarësisht nga data e lindjes së drejtës, pavarësisht se e kanë datën e lindjes së drejtës para 13 marsit të vitit 2025, do kemi një pagë referuese si specialist i mesëm prej 3.288 lekë, që ndikon në ndjeshëm edhe kjo në llogaritjen e masës fillestare të pensionit. Kemi një shkallë zëvendësueshmërie të ulët në krahasim me vendet e tjera të Europës, duke patur parasysh që qeveria tashmë ka më herët se sa një vit që po punon për një reformë në fushën e pensioneve, pikërisht për të rritur shkallën e zëvendësueshmërisë, të mos jetë diku në 40-42% sa është sot, po të kemi një shkallë zëvendësueshmërie më të lartë. Duke patur parasysh gjithë të tregues ekonomike, strategjia kombëtare
në fushën e pensioneve do të bëjë të mundur një rritje të masës së pensioneve dhe në projekt është të parashikuar që dhe indeksimi që është një detyrim ligjor i qeverisë një herë në vit në bazë të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore apo shërbimeve, përcaktohet po them edhe koeficienti indeksimit për çdo vit, normalisht Këshilli i Ministrave ka parashikuar dhe kjo është e drejtë që pensionet më të ulta të indeksohen me një koeficient indeksimi më të lartë dhe pensionet e larta me një koeficient indeksimi më të ulët. Kjo edhe për shkak se ka patur në fakt diferencime në masën e pensionit, për të njëjtat kushte flas, nëse një person i siguruar ka të njëjtat kushte, ka të njëjtën vjetësi pune, dhe vetëm se po them në një person i siguruar kishte plotësuar kushtet për pension në qershor të vitit 2024 në ndërhyrjen e fundit për koeficientin indeksimit të pagave për efekt të masës kujdestare të pensionit do të marrë një pension më të ulët se sa një person tjetër i siguruar që është në të njëjtat kushte, po vetëm se ka datën e lindjes së drejtës pas një korriku të vitit 2024, kur hyri në fuqi dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për koeficientet e indeksimit